E goca, ju kisha ftuar sot për kafe ose për çaj, por se jam duke bërë këtë video në mbrëmje, kështu që nuk mund të merrni një moll ose ndonjë ëmbëlsirë, edhe hajde bëjmë çik muhabet bashkë. Sot besoj se do të jetë një muhabet i thellë. Do të jetë një temë që unë kam dëshirë të flas dhe bëj njetë që në këtë temë të prezantojnë njerëz të cilët i mirëpresin këndvështrimet e ndryshme dhe mënyrën e ndryshme të parit të gjërave. Dhe duke qenë se jemi ende në festën e Kurban Bayramit, edhe në story në Instagram bëra pyetjen se çfarë keni bërë kurban këtë vit ose çfarë keni sakrifikuar. Pra, sepse kurban është një vepër sakrifikuese që ne e bëjmë për t'u afruar më tepër me krijuesin e gjithësisë dhe që na bën neve njerëz më të mirë, që neve na bën njerëz më, si i them, një version më të mirë të vetes tonë. Porse, shpesh herë domethënë kjo çështje fokusohet më tepër tek tradicionalja, pra tek baklavaja, tek vizita, tek veshja, tek paraqitja, tek gjërat e jashtme, edhe doja që sot të sjell për ty një këndvështrim tjetër të historisë së profetit Ibrahim dhe kësaj koshjence profetike madhështore që duhet t'jetë shembull për secilin njeri i cili është i sinqert në kërkimin e Zotit, që është i sinqert në dashurinë e tij me Zotin. E di shumë mirë atë pjesën e mendimeve që ju mendoni që unë nuk jam aq e devotshme apo aq e sinqert, ndoshta patjetër që keni atë pjesën e dyshimit tuaj tek sinqeriteti, por se e mira kësaj gjëje është që vetëm Zoti e ka atë mundësinë që të shohë në zemrat tona sinqeritetin, dashurinë, devotshmërinë, përkushtimin. Askush tjetër, të gjithë që pretendojnë është thjesht pretendim. Kështu që kush dëshiron edhe të dëgjoj këtë këndvështrim. Imagjino për shembull ti që je ulur tani, je në telefon edhe je në vitin 2026. Okay? Me këto mendime që ke, me këto këndvështrime që ke, edhe me atë pjesën e madhështisë tënde të gjithë profetëve. Okay? Imagjinoni për shembull që ta shihje ti se si ka qenë rrugtimi i profetit Ibrahim. Pra, mënyrën e tij unike në kërkimin e Zotit. Imagjino për shembull që ai të jetonte për shembull tani edhe të dilte dhe të thoshte që unë sot kam gjetur Zotin tim dhe Zoti im është ky ylli që ndriçon. Është shumë i bukur, unë jam lidhur shumë me të, e ndjej që ky është Zoti im, e ndjej që kjo është rruga ime edhe domethënë shumë i lirë për të shprehur edhe shumë i lirë për të gjetur veten. Pastaj diltet nesërmen, edhe e hidhte poshtë këtë gjë, edhe thoshte jo, shiko se nuk e kam gjetur. Më duket se gjeta domethënë një rrugë tjetër. Kështu deri në fund. Derisa ai të binte se mënyrën e tij se si e gjente Zotin, mënyrën e tij se si e perceptonte pjesën e dashurisë së krijuesit në mënyrën e tij. Pra, një mënyrë unike. Dhe një person që e kërkon krijuesin me shpirt edhe me zemër, ka një lidhje shumë të veçantë me të, që nga jashtë, pra, po t'ishe ti tash në 2026 edhe ta shikoshe këtë person, thoshte ky që ka një person pa personalitet. Ky është një person që herë thot kështu, herë kështu, ndron mendjen, bën
nuk do ta merri seriozisht, por se siç e dim që të gjithë që njerëzit vetëm mbas vdekjes bëhen shenjtar, bëhen heronj, bëhen model. Kjo në të gjitha fushat, qoftë në fushën e anës shpirtërore, qoftë e fushës së anës shkencore, mjekësore, ku ta diun të gjitha anët, artistët më të mëdhenj, piktorët më të mëdhenj janë bërë të famshëm edhe të njohur, edhe që janë shitur veprat e tyre mira jo vetëm mbas vdekjes tyre. E njëjta gjë edhe shpikjet e mëdha, në momentin që ka qenë njeriu gjallë është përbuzur, pastaj i kanë përdorur shpikjet e tyre dhe që përdoren deri tani në kohën tonë. Pra, kjo është gjendja e njeriu që në fillim fare e mohon edhe e sulmon edhe e përbuz një person për një mendim të tij, për një mënyrë të tij, edhe mbas vdekjes fillojnë edhe e perceptojnë. E njëjta gjë do të ishte me këtë koshiencë profetike madhështore. Pra, që po të ishte në kohën tonë edhe çdo herë do dilte me nga një rrugë të re në qetjen e Zotit, patjetër që do të ishte një person në syrin e njerëzve, pa personalitet edhe pa themele. Tani, nga devotshmëria e profetit Ibrahim, pra një person i cili ka thyer idhujtarin, ka thyer traditat, ka thyer mentalitetin e njerëzve ku jetonte, dhe kjo gjë nuk është fare e lehtë. Pra, mos mendoni që bëhet një punë kaq e madhe kolosale për të thyer një mentalitet, të jetë gjë e thjeshtë. Pra, imagjino që vetëm për të thyer një mentalitet e kanë tentuar për ta hedhur në zjarr. Kështu ndodh, kjo është, të gjitha këto historitë vazhdohen edhe zbatohen në të gjithë kohrat, edhe në kohën tonë. Pra, njerëzit, momentin që shohin dikë që mendon ndryshe, e hedhin në zjarr, e bëjnë kurban, e hedhin, e vrasin. Nga devotshmëria e koshiencës profetike, se këtu është pak delikate kjo çështje dhe dua që t'jesh me mua duke e parë edhe duke qenë prezent me këtë sinqeritet të madh të profetit Ibrahim, kur ai e kishte zemrën aq shumë të lidhur me krijuesin, pra që ka pasur një rrugtim shumë të gjatë shpirtëror, edhe nuk ishte gjë që e lëvizte. Pra, ai ishte duke hedhur themelet e këtij besimi. Duke hedhur themelet, arriti që t'i bëj vetes një pyetje që pak njerëz e kanë guximin që t'ia bëjnë vetes, sepse është shumë sensitive. Ka bërë pyetje vetes nëse dashuria e tij për Ismailin është një dashuri e thjesht prindërore, pra e natyrshme, apo është varësi. Dhe në momentin që ka bërë të pyetje, patjetër që të gjithë njerëzit që janë shpirtëror kanë lidhje shumë të forta me ëndrat. Pra, përgjigjja atyre i vjen ose nëpërmjet ëndrës, ose nëpërmjet, situatave të ndryshme që njerëzit që e kanë zemrën të lidhur me Zotin i lexojnë situatat. Pra, mund të jetë thjesht një njeri i thjesht duke kaluar edhe të thotë një fjalë ose një fjali ose bën një gjest përpara teje që ti e kupton që ky është një mesazh. Edhe kjo ka ndodhur në shumë histori të tjera, mund t'i lexoni, që janë të përmendura në historitë. Çdo zemër që ka një varësi, çdo varësi është pengesë shumë e madhe në marrëdhënien tënde me Krijuesin. Nëse ti ke varësi, çfarë do lloj varësie të jetë ajo? Sepse njerëzit kur dëgjojnë fjalën varësi, mendojnë varësi nga duhani, nga droga, nga ku ta di unë, këto varësit, ose nga bixhozi, nga alkooli. Harrojnë që ka shumë varësi të tjera të cilat e bëjnë që zemra jon mos jetë 100% e lidhur me Krijuesin. Kështu që Ibrahimi, profeti Ibrahim, me koshiencën e tij shumë të madhe,
me mendjen e tij dhe zemrën e tij shumë të ndritur. Një person i cili sheh me nurin, me dritën e Zotit, pra që ka arritur i vetëm që të konsideronte umme, që të konsideronte, domethënë sa një shtet, sa një popull, domethënë ishte një person, po ishte sa për një popull. Pati mundësi që të thyej që të gjithë idhujt, që të gjithë statujat. Në fillim fare, brenda vetes së tij, brenda zemrës së tij, ai ka thyer atë statujat që duhet me ndjek fen e popullarëve. E ka thyer këtë statuj, edhe ka ndjek zemrën e tij. Ka thyer statujën që neve duhet të dëgjojmë më të mëdhenjt, pra i ka kthyer fjalën xhaxhait, i ka kthyer fjalën babait, ka kundërshtuar komplet shoqërinë ku ai jetonte dhe kjo gjë nuk është fare e lehtë për të bërë. Çdo lloj kundërshtimi që mund të bëhet shoqërisë, domethënë merr një lloj përplasje shumë të madhe, sepse njeriu ka qef statujat. Njeriu në natyrshmërinë e tij don statujat, e don idhujtarinë. Edhe statujat mos mendoni sepse kur ne mendojmë që statuja thjesht është një fjalë që ty të vjen në mendje, pra që është një skulpturë e ngurtësuar që është para teje dhe imagjinon që çan të njerëz budallënj që kanë shkuar edhe janë përkulur këtyre statujave. Statuj mund të jesh edhe ti. Statuj mund të jetë edhe një person që ti e ke vendosur në mendjen tënde dhe e ke ngrirë formën e atij personi. Pra ke marrë një person dhe je mahnitur mbas tij. Pra ke thënë që ky person është më i miri. Ky person është patmeta. Ky person është shembulli që unë do jem ose si ky, ose do ta krahasohesh gjithkohës veten me të dhe do ndjehesh më pak. Pra sa që ta mendosh të statujën, ti e ndjen veten të poshtëruar. Kur e ndjen njeriu veten të poshtëruar, përkulet përpara kësaj statuje. Kështu që statuj mund të jetë prindi. Statuj mund të jetë një mësues i joti. Statuj mund të jetë një personazh që ti e ke në mendje, edhe që mendon domethënë që ai personazh është the best, më i miri që mund të jetë, edhe që ti je shumë herë më pak se ai, që ti je, domethënë pavarësisht se sa mundohesh, kur nuk do arrish në gradin e tij. Mund të jetë një shkrimtar. Pra që ti ndoshta mund të pëlqej poezia, mund të pëlqej të shkruash novela, por se ti e krahason veten me atë shkrimtar edhe gjithkohës e sheh veten më pak, kjo është statuj. Kjo është statuj. Edhe imagjinoni se sa statuja neve kemi në mendje, çdo kënd që neve e madhështojmë edhe ulim veten, është statuj. Është statuj, domethënë është një formë e ngrirë që ti ke marrë një imazh edhe e ke kthyer atë imazhin e një personi në statuj dhe ti dëshiron që kjo statuj mos të ndryshojë kurrë. Pra, njeriu e urren ndryshimin dhe urren ndryshimin e dikujt që e ka marrë si shembull. Pse? Sepse ai ka adhuruar statujën. Sepse normalja e njerëzimit është ndryshimi. Normalja e natyrës është ndryshimi. Pra një pemë, sado që ajo është e ngurtë, nuk lëviz, ajo njëherë është me gjethe, njëherë pa gjethe, njëherë është jeshile, njëherë është kafe, njëherë është e zezë, njëherë është e vogël filiz, njëherë bëhet e madh, njëherë bëhet me fryte, njëherë bëhet pa fryte. Zdojsht, nuk janë asnjëherë me një vend, lëvizin, sa me një vend, sa me vend tjetër, njëherë janë të vegjël, pastaj janë të mëdhenj, pastaj ndryshojnë status. Njeriu që e urren ndryshimin ke të tjerët, edhe urren ndryshimin tek vetja, është statuj. Është statuj vetë që nuk don me ndryshu, sepse është edhe ky mentaliteti, domethënë i popullit, kupton, shqiptar ose edhe të tjerëve që thonë mos ndryshofsh kurrë. Jo më vëlla, do ndryshoj. Do ndryshoj nëse unë kam qenë një person që kam pritur, për shembull,
kam pritur atë mirësinë, apo kam pritur, domethënë që dikush i jashtëm të më thotë diçka bëj ose mos e bëj, që unë ta bëj sepse jam mësuar atë pjesën e bindjes, pra nëse neve jemi njerëz të mirë, jemi njerëz të bindur. Që të vegjël, që ke prindrit, më thonë, ti je vajzë e mirë ose ti je djalë i mirë nëse je i bindur. Kështu që kjo bindja vazhdon domethënë edhe me shoqërinë, me vendin e punës, domethënë ti, por në momenti që një person dëshiron që të jetë njeri që është i lidhur drejt për drejt me Zotin, edhe jo me njerëzit. Çfarë ndodh? Ndodh pjesa që ka nevojë që të shembi shumë statuja brenda vetes, njësoj, siç ka bërë profeti Ibrahim, që ka prishur statujat. Ka prishur statujat dhe pastaj ishte i aftë për të parë në zemrën e tij nëse kishte diçka në zemër që e pengonte në lidhje me Zotin apo nuk kishte. Edhe këtë gjë njeriu e arrin momentin që e vëzhgon veten e tij. Nuk merret, domethënë, një person që i bën vetes një pyetje të tillë, nuk është një person i cili merret ç'a bëri ky, ç'a tha kjo, duke parë jashtë. Njeriu e arrin këtë lidhje me krijuesin e gjithësisë në momentin që sheh brenda vetes, që sheh mangësitë e tija, që sheh unë ku jam. Unë ku jam me Zotin. Domethënë, a jam duke pasur një lidhje të mirë me të, apo në zemrën time ka varësi. Varësi ndaj, domethënë, çfarë do lloj varësie që ti të kesh, pra nëse ke varësi ndaj ushqimit, ke varësi ndaj rrjeteve sociale, ke varësi ndaj ndaj shpenzimit, shopping, ke varësi ndaj veshjeve, make-upit, çfarë do lloj varësie që mund të kesh, kjo varësi pengon lidhjen e plot edhe të shëndetshme me krijuesin e gjithësisë. Po imagjino ti je prind edhe t'ia bësh pyetje vetes këtë gjë. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë që të kuptosh që ti ke varësi ndaj fëmijës. Edhe kur një prind ka varësi ndaj fëmijës, nuk e lën atë fëmijë që të rritet. Nuk e lën atë fëmijë që të bëhet i pavarur, nuk e lën atë fëmijë që të mbajë përgjegjësi, sepse ka varësi dhe dëshiron që ta mbajë sa më afër vetes. Mënyra se si ti të mbash njerëzit afër vetes është ti kontrollosh ata, ti lësh ata sa më të dobët. Mos t'i japësh atyre atë fuqinë që ata të bëhen të pavarur, që të jenë njerëz, domethënë të lirë, edhe njerëz domethënë që të ecin me këmbët e veta në jetë, që të kenë historinë e tyre, që të kenë jetën e tyre. Kështu që ti, domethënë, nëse ti këtë sjellje, këtë varësi e ke me fëmijën tënd, neve bëjmë pyetje vetes, nëse kemi varësi ndaj bashkëshortit, nëse kemi varësi ndaj ndaj shoqes, ndaj prindërve, por se prindi për fëmijën e ka të vështirë se thotë kjo është një dashuri prindërore, kështu që s'kam pse, domethënë, s'kam pse ta vjen në pikpyetje këtë gjë. Dhe në momentin që bëri këtë pyetje, i doli në ëndër. Pra, çdo njeri që është shpirtëror dhe ka marrëdhënie të mirë me Zotin, i vëzhgon ëndrat. Ëndrat që i vinë janë mesazhe. Janë mesazhe. Kështu që ai e pa në ëndër që ishte duke therrur djalin. Dhe në ëndër gjërat janë me simbole. Pra, neve nëse shikojmë për shkak në ëndër që na vdes kush, nuk do të thotë që është duke vdekur me vërtet, por se është duke vdekur diçka brenda teje që ndodhet tek ai person. Edhe në këtë rast, momenti që e therr, do të thotë që ai e kuptoi mesazhin që kishte varësi ndaj Ismailit, ndaj djalit të tij. Dhe dëshironte që dhe e mori hapin për të sakrifikuar këtë varësi. Për të sakrifikuar këtë varësi. Dhe në mënyrë simbolike, pra, në mënyrë simbolike, ka ardhur pjesa e kurbanit, të një diçkaje materiale që ti e bën
në momentin që ti e bën jetë për me heq një varësi zemre, se varësia është diçka e brendshme, nuk është varësi e jashtme. Por se për shembull, momentin që ti imagjino për shembull që njeriu ta kuptoj këtë gjë edhe ta bëj vit për vit, për shembull një herë në vit, ai të sakrifikojë një varësi. Imagjino sa mirë do të ishte gjendja e çdo njeriu, me veten e tij duke vëzhguar veten se unë nuk mundet ta di çfarë varësish ke ti, apo çfarë varësish ke tjetri, apo ta thot dikush tjetër që ti ke varësi, ti duhet me vëzhgu veten gjatë gjithë kohës. Edhe në momentin që kjo periudha që ti qëndron duke e vëzhguar veten, kjo është adhurim veten. Kjo është adhurim që ti je duke e ndryshuar gjendjen brenda vetes duke parë mangësitë e tua. Jo mangësitë e tjerëve. Ky është i sinqert, ky është nuk i sinqert. Ky e devijuar, ky e udhëzuar, ky kështu, ky ashtu. Tash, nëse ne do ta shihnim tani profetin Ibrahim duke bërë këtë gjëra, kush do ta ndiqte, kush ta besonte dhe kush do ta donte? Do dukte shumë e çuditshme, domethënë rrugtimi i tij. Por se njeriu kur e shikon historinë nga larg dhe e shikon domethënë të përfunduar, shkon edhe e merr përfundimin. Domethënë njerëzit tani janë të varur ndaj përfundimeve. Për shembull, e shikon një gocë që është dobësu. Shkon e pyesin, si e dobësu? Po ato nuk duan që të hecin hapat që ka hecur ajo. Domethënë që ajo thot, un kam një vit që shkoj në palestër, un kam një vit që nuk ha sheqer, un kam një vit që nuk haj bukë. Jo, ato duan një shkop magjik që ti thuash si është dobësuar për 3 ditë. Shkojnë edhe shohin një biznes që është shumë i suksesshëm. Okay? E shikojnë atë biznesin që është i suksesshëm dhe thënë, çka ka hapur kjo? Ka hapur biznes me make-up. Domethënë që shqiptarët duan, gocat shqiptare duan make-upin. Hajde po hap edhe unë një dyqan make-upesh, edhe hap dyqanin make-up dhe falimenton. Ti nuk e din se çfarë ajo ka ndjekur, se sa hapa ka ndjekur, ose ndoshta sa biznese ka dështuar për me arrit, për me gjetë mënyra të marketingut, për të hapur atë dyqan dhe për të pasur sukses. Ose ndoshta asaj nga që i pëlqen vetë make-upi, ka suksese, e flet me pasion atë gjë. Dikush tjetër, s'ja ka haberin, qa është blush edhe qa është, domethënë, lip gloss. Nuk e din, domethënë se s'ja ka haber edhe dështon. Njeriu që vëzhgon veten edhe sheh që rrugtimi i secilit duhet të jetë unik, njëjtë siç ka qenë unik udhtimi i profetit Ibrahim, i cili ka sakrifikuar çdo gjë të tij, çdo lloj varësie të tij për t'u afruar me Krijuesin. Edhe kjo ndodh në mënyrë të brendshme. Ti duke i kërkuar llogari vetes gjatë gjithë kohës, çfarë kam, çfarë nuk kam, çfarë më pëlqen, çfarë më ndalon, a jam unë në rregull? A jam duke e ndier unë lidhjen me Krijuesin apo s'jam duke e ndier? A jam duke e bërë saktë apo jo? A jam duke e bërë siç e ndjej unë apo jo? Kështu që pjesa e sakrificës është sakrificë shumë e madhe, sepse njerëzit që kanë varësi e kuptojnë se çfarë do të thënë pas varësi. Thuaj dikujt që pin cigare dhe ka varësi, hiqet cigaren. Aty duket sikur thua, domethënë po e vret. Sepse kur je shumë e lidhur me diçka, e ke shumë të vështirë që të shkëputesh, kështu që vetëm vendimi për të shkëputur nga ajo gjë duket sikur po të ndahet zemra në gjys. Është shumë e vështirë të heqësh varësitë, por se kur ti e bën këtë gjë sepse dëshiron që të afrohesh e Krijuesin e gjithësisë dhe ti të kesh një marrëdhënie shumë të mirë me të, shumë intime me të, kjo gjë bëhet me dashuri edhe bëhet, si thon ajo sakrifica e madhe që ndryshe quhet devotshmëri. Që njerëzit e devotshëm, devotshmëria nuk duket se është në zemër. Okay? Andaj dhe për pjesën e kurbanit, Zotit nuk i arrin as gjaku, as mishi, i arrin devotshmëria. Po
Sa njerëz kanë pyetur veten që çfarë ndryshimi kanë bërë nga brenda për me arrit devotshmërinë? Çfarë ndryshimi kanë bërë në brenda? Duhet me pyet veten secili se kush është Ismaili jot. Domethënë, profeti Ibrahim ka pas një Ismail. Ismaili jot kush është që duhet ta bësh kurban? Që duhet ta sakrifikosh? Ky është një këndvështrimi im. Mendoj se sot në këtë takim, në këtë kafe ose çaj ose ëmbëlsirë, qenë prezent edhe Meriemi, bashkë me këndvështrimet e saja. Të më thënë janë disa gjëra që njeriu kur i sheh ndryshe, edhe ky këndvështrimi ndryshe të ndodh ndryshimi i madh në brendësinë tënde. Kjo është ajo gjëja më madhështore që njeriu duhet të gëzohet për të dhe të festojë. Për ndryshe, asgjë. Kalojnë vitet edhe njeriu është statuj. Kalojnë vitet edhe njeriu është statuj. Vetë numërosh, po e njëjti, statuj. Edhe statujat duhet të thyhen brenda vetes. Edhe numëroj sa statuja ke. Nisi thyej ato. Edhe shihe çfarë pengon zemrën tënde që të lidhet me Krijuesin e gjithësisë.